Atentati me një viktim në Elbasan, makina e vëllezërve, rezulton në pronësi të kompanisë së biznesmenit të ekzekutuar Edmond Mehalla. Detajt e re janë mësuar nga vrasja e biznesmenit Edmond Halla në Elbasan mbrëmjen e djeshme. Në 30 nëntor, burimet bëjnë me dije se makina e autorëve të dyshuar të krimit ka qenë në pronësi të kompanisë së biznesmenit Mehalla. Raportohet se një nga autorët ka dalë nga mjeti tip Audi dhe i është afruar biznesmenit që sapo kishte hipur në makinë duke e qelluar në drejtim të tij. Dy prej plumbave kapën 43 vjeçari në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Ndërkohë mjeti i autorëve u gjet në fshatin Marik të Librazhdit, ndërsa brenda tij mësohet se nuk kishte armë. Makina e djegur e autorëve në vijim të kontrolleve dhe veprimtarive hetimore që po kryen nga grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë me qëllim zbardhjen e rrethanave të ngjarjes ndodhur mbrëm, ku mbeti vrashtetazi MM alias EH 43 vjeç, ditën e sotme u konstatua në fshatin Mirak automjeti tip Audi djegur, i cili dyshohet se është përdorur nga autor të kësaj ngjarje. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vjen punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe sigurimin e çdo prove që do të çojë në identifikimin dhe kapjen e autorëve, informuan Blu. 43 vjeçari u ekzekutua brenda në automjetin e tij të parkuar pranë karburantit të tij rreth orës 20:35, ku sapo kishte dalë nga zyra e tij në godinë ku ndodheshin bizneset dhe banesa e nënës së tij. Në momentin që është futur në automjet, ai është qelluar me armëzjari duke marrë 3 plumba, 2 prej të cilëve në kokë, çka i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Deri tani të paktën 10 persona janë shoqëruar dhe po merren pyetje për të hedhur dritë mbi rrethanat e krimit. Ndërkohë, drejtoria e përgjithshme e policisë ka ngritur një grup të posaçëm hetimor, i cili po punon intensivisht për kryerjen e pamjeve, për këshyrjen e pamjeve filmike të zonës dhe mbledhjen e provave të tjera materiale. Dyshohet për atentat mafioz. Dinamika e ngjarjes është vlerësuar nga ekspertët si një ekzekutim i tipit mafioz, por mund të rezultojë dhe vrasje për shkak të një konflikti të ndodhur mes javën e fundit për motive ende të paqarta. Menjëherë, pas sinjalizimit, shërbimet e policisë mbërritën vendngjarje, duke ngritur pika të shumta kontrolli në të gjitha daljet e qytetit. Vijojnë kontrollet intensive në teren, banesa, ambiente të ndryshme dhe në rrugë dytësore me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Burimet policore bëjnë me dije se automjeti përdorur nga atentatorët ka qenë një Audi me ngjyrë të zezë, i cili është larguar me shpejtësi në drejtim të aksit Elbasan Librazhd, ku edhe u gjeti djegur në Mirak e shkuara e 43 vjeçarit. Sipas të dhënave zyrtare, 43 vjeçari kishte precedent penal në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje. Po ashtu mësohet se ai ishte në konflikt, se ai ishte i përfshirë në një konflikt disa ditë para vrasjes, pistë që po konsiderohet seriozisht nga grupi hetimor si e mundshme lidhur me motivimin e ekzekutimit. Hetimet vijojnë në disa pista paralelisht, ndërsa operacioni policor në teren mbetet në zhvillim. Autorët e atentatit mbeten ende të pa identifikuar.